Një ngjarje trisht ka ndodhur dje në Rahovec, ku një person ka humbur jetën aksidentalisht derisa ishte duke prerë një lis. Viktima është 34 vjeçari Nevruz Krasniqi nga fshati Dejn. Indieri ishte prindi 3 fëmijëve dhe la pas vetes dhe grua shtatzën. Për rastin ka raportuar edhe policia e Kosovës përmes raportit 24 orësh, ku njoftoi se viktima është dërguar pa shenja jete në spitalin e Gjakovës. Me vendim të prokurorit, trupi i pajeti i viktimës është dërguar në JML për obduksion, thuhet në raport. Nga fshati, kam bërë të ditur se për kohën e ceremonisë së varrimit familjare do të njoftojnë më vonë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumia Gjiçiku, ka falenderuar të gjithë delegatët për vazhdimin e udhëheqësisë së kësaj partie nga procesi vot besimi që u dha të shtona në kuvendin e punës. Gjiçiku përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shkruar se në jetë duhet pasur vullnet e durim për të mirat që do të vinë. Pasi i mbjetoi vot besimit, Gjiçiku fton kritikët të bashkohen pas tij. Në jetë duhet pasur vullnet të durim të mirat të vinë. Pastaj u falenderoi për demokracinë maksimale, për besimin e ri të pastër dhe për një fillim të ri, shumë të lirshëm. Ecim bashkë tani, ka shkruar Gjiçiku. Ndërkohë Gjiçiku i ka mbjetuar vot besimit të kërkuar nga vetë ai të shtona në kuvendin e partisë, duke u konfirmuar me shumicë votash për të vazhduar udhëheqjen e LDK-s. Ish presidenti e Kosovës, Atifeta Jahjaga, ka reaguar publikisht ndaj raportimeve që lidhin emrin e saj me dosjen e Pshtenj, duke i cilësuar ato si tërësisht të pabazate dhe të pavërteta. Në një sqarim publik, Jahjaga thekson se gjatë mandatit të saj si presidenti e Republikës së Kosovës nuk ka pasur asnjë njohje, takim apo çfarëdo lloj kontakti me personin në fjalë. Ajo sqaron se përmendja e emrit të saj në disa media lidhet vetëm me një korrespondencë elektronike të palëve të treta, e cila sipas saj nuk dëshmon asnjë takim, njohje apo lidhje personale. Emri im askund nuk përmendet në asnjë lloj dokumenti të publikuar, thekson Jahjaga. Në vim, postimi i saj plot, sqarim publik. Raportimet në media për lidhjen time me dosjen e Pshtenj janë tërësisht të pabazate dhe të pavërteta. Si president e Republikës së Kosovës nuk kam pasur asnjë njohje, takim apo çfarëdo lloj kontakti me personin në fjalë. Përmendja e emrit tim nga mediat në rastin e dokumenteve të publikuara së fundmi lidhet vetëm me një korrespondencë elektronike të palëve të treta, e cila nuk përbën dhe nuk dëshmon asnjë takim, njohje apo lidhje personale me mua. Emri im askund nuk përmendet në asnjë lloj dokumenti të publikuar. Në këtë email të palëve të treta përmendet presidenti i Kosovës, por nuk është e qartë cili, dhe nuk përmendet kërkesa për takim në emrin tim apo të saj. Çdo raportim ndryshe është insinuat dhe mashtrimi i opinionit, siç mund të vërehet lehtë nga dokumentet. Kërkoj shkëlqyrim të jepet në mediat e cilat e kanë lakuar emrin tim, sidomos me qenë se as nuk e kam njohur, as takuar dhe as nuk kam kërkuar takim me personin në fjalë në asnjë pozitë që kam mbajtur deri më tani, ka reaguar ish presidentja Jahjaga.